Me rastin e fatkeqësisë në Koçani, në këto ditë të vështira për krejt vendin tonë, doli një përmbledhje e shifrave të tmerrshme se çka krejt kanë humbur qytetarët e Maqedonisë në vetëm 6 vitet e fundit. Laskorc, viti 2018, rasti Durmoturs, 13 të vdekur. Bullgari, viti 2021, rasti Besa Trans, 45 të vdekur. Tetov, viti 2021, rasti Spitali Modular, 14 të vdekur. Saraj, viti 2025, rruga Egës, fillare Radush, 4 të vdekur. Koçani, 2025, rasti Shupa e shndruar në Klubnate, 59 të vdekur. Tabelën që e pam ishte e frikshme edhe si përpilim, e ku mos si realitet dhe fatkeqësi që ju ka ndodhur qytetarëve të këtij vendi, ku gjithsej 135 persona kanë humbur jetën. Sa familje, fshatra dhe qytete janë prekur nga kjo ikje e njerëzve në këto raste të rënda. Këto shifra dhe jetra njerëzësh janë shumë edhe për vende shumë më të mëdha se Maqedonia, e bile edhe për shtetet që janë në luftë. Ky vend ynë as nuk është në luftë me askënd, e as nuk ka shumë banorë të tjerë. Për krejt këto fatkeqësi, ka dyshime dhe raste penale se kanë ndodhur shkaku i mos funksionimit të shtetit ligjor. Pra, asnjëra prej këtyre rasteve penale nuk është kryer përfundimisht që të dihen shkaqet. Vetëm një rast ka epilog përfundimtar gjyqësor në Bullgari, në një shtet të BE-s. Djegja e autobusit Besa Trans. Por i njëjti rast ende nuk është procesuar në institucionet brenda vendit tonë, edhe pse krejt viktimat kanë qenë shtetas të Maqedonisë. Ajo që na intereson është se a do ndryshoj kjo situatë apo vetëm edhe ne kur të bëhemi shtetas i denj për antarësim në BE. Qytetarët janë të prekur, të dëmtuar, dhe ja shumë prej tyre kanë humbur të dashurit e tyre. Por krejt këto kërkojnë drejtësi dhe epilog të qartë të rasteve që një orë më parë duhet të zbardhen.